Një histori që prek thellë dhe sfidon moralin, një shfaqje që nuk duhet humbur, vjen premier në datat 25 dhe 26 maj në skenën e teatrit Migjeni. Kërkoj vrasës për nënën, me regji të Naser Shatrolli, një dramë tipike e formulës jetësore amerikane përkthyer nga Arthur Lena, që bie mbi shpatullat e jetës së varfër, anës së padukshme të shoqërisë amerikane, të cilët në hallin e tyre bëjnë pazare me vetveten, shiten për të mbijetuar dhe në këtë tregti futet dhe uniforma shtetërore e një detektivi. Problemi i saj mund të shpërndahet, si thosh, ose mund të ketë rrjetin në kudo në univers, edhe këtu në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në rajon, sepse problemet familjare janë evidente, sidomos kjo ndarje e prindërve, pasojat e tyre, çfarë sjell kjo ndarje fëmijët, se rruga e tyre deri tek ai përfundimi që do të ndodhë në këtë shfaqje. Vërtet, si format është totalisht autorial, simbolik, është paradoksal, është brenda konturave të absurdit. Unë e quaj kam emërtu teatr naiv, sepse tërësisht është naive, bazohet në kulturën dhe në bazamentin e sinqeritetit të fëmijëve, dhe është teatr ku vërtetësia është çelësi i suksesit këtij projekti. Drama territorialisht ka shtrirje në qytetin e Teksasit, por që përkon me gjithë akumulimet e mëdha të shoqërive kapitaliste, ku njeriu shndërrohet në mjet përtallës dhe sensi i masës së ndershmërisë dhe ndërgjegjes bie në fundin e pusit, siç e përshkruan një moment dhe vrasësi jetën e tij në punë. Vepra do të në skenë nga aktorët Ermal Sadiku, Jurgen Marku, Josef Shiroka, Lucy Bregu dhe Ina Morina. Shpresojmë që të kemi një sukses me këtë shfaqje, sigurisht shpresojmë që publiku Shkodrës ta mirëpres, edhe shpresojmë edhe që kjo shfaqje ta vazhdoj jetën e saj jo vetëm në qytetin tonë, por edhe jashtë saj, domethënë në përtrojet edhe anë tjera të shqiptarisë. Mu personalisht më ka bë mirë kjo shfaqje. Besoj që kena bën një punë shumë të mirë. Me kolegë kam kalu shumë mirë. Këto tjerat shifën shfaqje. Tek drama Kërkoj vrasës për nënën, 5 personazhe, secili më i çuditshëm se tjetri, secili më problematik në mënyrën e vet se tjetri, dhe secili që sheh interesin e vet para së gjithash, duke dëmtuar jetën e tjetrit, duke hyrë në kufit e tjetrit, në kufit moral, etik dhe njerëzor.